për hir të kësaj tolerance. Pra, si duhet bërë sqarimi këtu? A ka hapësirë që ti të jesh në fen tënde me të gjitha rregullat e besimit tënd, edhe tjetri me gjitha rregullat e besimit të vet, dhe të ekzistojë bashkëjetesa pas këtij problemi? Këtu do të më dal. Kur thash pak më herët, këtu ka çalime, ndërto debatet të cilat bëhen për tolerancën fetare dhe në përgjithësi edhe për fen, se tash nuk kanë bërë shumë mullat e na. Këtu në Kosovë nuk kemi që ka thumë Molla Shefqet. Ja, të thumë Molla, s'pëdojmë përmenet, Molla filani, kësëri, kredaktor të gazetave, dësa në thojza analista, dësa në thojza neopolitikane, neointelektuale, që ta në mulla tashmo. S'ki nevojë të mëna vetë, mu vetë, mua mëftine, që këmë në vetë përfej, kur mësë vetë përfej, shka vetë ata tapin fetfa. Ata të kallëzojnë ty në sen kur është halal haram. Ata të kallëzojnë ty, që do të me shku, ata do të me shku, ndeta do të me shku. Ata të kallëzojnë ty, ata do të me shku, ata do të me pi terakian, do të me pi raki. Ata të kallëzojnë ty. Atër, qka roli jam kur gjo? S'pa flasë që burrën se s'kom qka flasë. Sepse kanë marrë dorë tjetë krejt. Pra që tu vinë qalime të rënë. Mos e thuj vetëm atë fjallën e fundit, që zakonisht është bërë sot e modës për media. Jo, se më të thonë, fjallën e fundit, s'pa flasë kur gjo. Por,